Imagjinoni pak një njeri të moshuar, i cili thjesht vendos të lërë gjithçka. Domethënë, pasurinë, shtëpinë, të gjithë klanin e tij, vetëm bazuar në një zë që i thotë të ecë drejt spanjohurës. Dhe është një histori që po ta mendosh me kujdes e njohin pothuajse të gjithë. Sakt. E megjithatë, ky personazh, me të gjitha dështimet, gënjeshtrat e tij, apo edhe krizat e thella të panikut, përfundon duke u bërë, të jemi të qartë, themeluesi shpirtëror i më shumë se gjysmas popullsisë së botës. Kjo është figura që do të zbërthejmë në këtë eksplorim të thellë sot. E drejtë. Dhe ky nuk është thjesht një lexim i një historie të lashtë. Nuk do bëjmë këtë. Jo. Misioni ynë është të analizojmë thellësisht tekstet burimore nga Zanafilla, letrat drejtuar romakëve, hebrenjeve, gallatasve dhe Jakobit. Duam të kuptojmë mekanizmin psikologjik dhe thelbin se si ky individ u bë ai që quhet ati i besimit. Tani, për ta kuptuar vërtet këtë, mendoj se fillimisht duhet të zhvishemi pak nga kjo ideja jon moderne e heronjve të pagabueshëm. Ne shpesh, domethënë, i lexojmë këto tekste përmes një lenteje shumë të pastruar. Të idealizuar, po, si në për filma. Pikrisht, por analizimi i kujdesshëm i këtyre burimeve tregon se kemi të bëjmë me një njeri thellësisht të zakonshëm, me të meta shumë të dukshme. Dhe si një eksperte në këtë fushë, jam e bindur që kjo është pjesa më magjepse. Ai hidhet në një udhtim të mbusur me pritje agonizuese. Dhe sprova që, sinqerisht, sfidojnë çdo lloj logjike njerëzore. Të paktën logjikën që kemi ne sot. Mendoni pak për mënyrën se si jemi mësuar të udhtojnë ne sot. Futemi në makinë, shkruajmë adresën e saktë në një aplikacion navigimi. Një GPS, po? Sakt. Dhe ai na tregon çdo kthes, çdo rrugë pa krye. Madje do me thënë llogaritë edhe sa minuta saktësisht do të vonohemi nëse ka një aksident apo trafik. Është një nevojë absolute për kontroll. Truri ynë neurologjikisht e shpërblen këtë parashikueshmëri, jemi të programuar të kërkojmë siguri absolute. Përpara se të hedhim hapin, apo jo? Jam i sigurt që të gjithë e ndjejmë këtë. Po, por kërkesa fillestare e drejtuar Abrahamit, që e gjejmë në Zanafilla kapitulli 12, kjo që njihet si thirrja, është një sulm i drejt për drejt në kësaj nevoje njerëzore. Kërkesa është largohu nga vendi yt, nga farefisi yt, dhe shko në vendin që do të tregoj. Kjo duket e çmendur, nuk po i thot shko në filan qytet. Jo, dhe nuk ishte thjesht një zhvendosje gjeografike të lëvizësh nga një qytet në tjetrin, në kontekstin e lindjes së mesme të lashtë, të lije klanin tënd nënkuptonte, të lije gjithë mbrojtjen tënde. Pikërisht, të lije mbrojtjen e vet me ligjore, ushtarake dhe ekonomike që kishe, ishte praktikisht një rrezik fatal. Pra, po i kërkoret një mbraktisje totale e asaj që ne sot e quajmë rrjeti i sigurisë. Është një lloj sikur dikush sot të lërë një punë tepër të sigurt, të shes shtëpinë dhe të niset pas një lloj plani financiar. Dhe pa e ditur destinacionin final. Sakt. Thjesht sepse beson se në fund të një rruge të padukshme e pret një thesar. Dhe çfarë i ofrohet në këmbim nga ky premtim në Zanafill, një koncept abstrakt për pasardhës të shumt. Formimi i një kombi të madh, i cili sipas premtimit do të bekonte gjithë botën. Kur lexojmë letrën drejtuar hebrejve, kapitulli 11, theksohet pikërisht ky mekanizëm absurd për kohën tonë. Aty thuhet që me anë të besimit Abrahami u bind, duke u nisur pa ditur se ku po shkonte. E she, kjo bindje tregon se besimi nuk fillon duke mbledhur të gjitha informacionet, apo duke bërë një tabel të rreziqeve në Excel. Që është fiks ajo që do bënim ne. Po, normalisht. Por këtu fillon me gatishmërinë për të bërë pjesë e një historie shumë herë më të madhe. Perëndia po i ofronte atij një identitet të ri që nuk bazohej më në trashëgiminë e babait të tij, bazohej ekskluzivisht në premtimin e dhënë. Kështu, prit një sekond sepse këtu ka një kontradikt që, domethënë, mua po më gërdhish syt teksa po shqyrtojmë këto burime. Çfarë kontradikte? Nga njëra anë, lexojmë te romakët që ky njeri, citoj, nuk u lëkund në besim përballë këtij premtimi. Por pastaj kthehemi te narrativi kryesor në Zanafill dhe shohim një tablo krejt tjetër. Unë jam i habitur. Ai gënjen për gruan e tij, Sarën. 2 herë madje. 2 herë, duke thënë se është motra e tij nga frika se mos e vrasin. Dhe akoma më e rëndësishme, kemi atë situatën tjetër në Zanafilla 16, kur ai bashkohet me shërbëtoren Hagarin për të pasur një fëmijë. Kjo, të jemi të sinqert, nuk ngjan as pak si dikush që nuk lëkundet. Ngjan si dikush në panik total. Eksakt.
ngjan si një njeri që po përpiqet të marrë situatën në dorë, sepse duket sikur premtimi po vonon shumë. Si mund thuhet që nuk u lëkund? Tani, për ta kuptuar këtë pjesë, duhet të zhytemi përsëri në kontekstin historik. Ne sot, kur e shohim veprimin me Hagarin, e gjykojmë atë si mungesë besimi apo e dënojmë moralisht. Por nëse studiojmë ligjet e lashta të Mesopotamisë, Ligje të tilla ekzistonin? patjetër, si për shembull kodi famshëm i Hammurabit, kur e studion, zbulon diçka vërtet magjepse. Nëse një grua ishte shterpë, ishte praktik standarde dhe plotësisht e ligjshme që ajo t'i jepte një shërbëtore burrit të saj për të siguruar trashëgimtarin. Ua, seriozisht? Do me thënë, nuk ishte një skandal për kohën. Jo, as pak. Abrahami nuk po vepronte thjesht në një panik të verbër, ai po aplikonte zgjidhjen më logjike, më racionale dhe kulturore të mundshme për atë periudhë. Ky është një detaj fantastik. Pra, ai po mendonte me vete, Zoti e bëri premtimin, por logjika njerëzore thotë që unë duhet ta ekzekutoj këtë premtim përmes këtyre mjeteve normale të shoqërisime. E thash shumë mirë, ai nuk e mohoi premtimin e Perëndis, ai u përpoq ta ndihmonte Perëndin, duke pasur një plan në rezervë njerëzor. Por ishte plani i gabuar. Dhe pikërisht këtu ndodh përplasja e madhe. Besimi që po kërkoi në këtë rrugtim nuk ishte thjesht të besonte se premtimi do të ndodhte. Ishte besim te mënyra dhe koha e Perëndis. Ndaj edhe romakëve thotë që nuk u lëkund përfundimisht. Domethënë lëkundja e tij ishte në metoda, por kur nuk e braktisi atë marrëdhënie. Sakt, përpjekjet me Hagarin dështojnë të prodhojnë atë fëmijë të beslidhjes, sepse thelbi i gjithë kësaj historie është ne njerëzit nuk mund të inxhinierojmë mrekullit. Ato vijnë vetëm nga lart. Dhe ky zbulim që pranohen njerëz me tëmeta dhe që bëjnë zgjedhje të gabuara, nuk është thjesht për ta justifikuar Abrahamin si figurë. Në fakt, kjo ngres skenën për garancinë që vjen më pas. Pasi ai dështon ta zgjidhë ekuacionin me forcat e tij, vjen beslidhja në Xanafilla 17. E vërtet, një moment kyç. Perëndia nuk e skualifikon atë për gabimet. Jo, i thot thjesht, unë do të vendos beslidhjen time. Dhe shiko, këtu del ajo kërkesa tjetër që sot duket thellësisht e çuditshme. Rreth prerja. Po. Pse ka nevojë domethënë për një shenjë fizike kaq intime për një premtim shpirtëror, duket totalisht pa lidhje në lexim të parë. Mund të duket e tillë sot, por në antikitet një beslidhje apo një traktat nuk ishte si sot që firmosim një letër te noteri. Ato ishin traktate gjaku, çështje jete a vdekje. Me flime kafshësh zakonisht apo jo? Pikërisht, shpesh prisnin kafsh në mes dhe palët ecnin mes tyre, por me rrethprerjen Perëndia e merr këtë shenjë besnikërie dhe e vendos direkt në trupin e njeriut, më saktë në organin e riprodhimit. Që besoj ka një simbolike të fortë. Thellësisht simbolike, sepse të gjitha premtimet, domethënë pasardhësit dhe kombet, vareshin drejt për drejt nga riprodhimi biologjik. Ishte një kujtesë fizike se e ardhmja nuk vare nga aftësitë njerëzore të atij klani, por nga premtimi hyjnor. Kjo është e jashtëzakonshme. Një kujtesë fizike për një premtim që po merrte dekada të tëra për t'u përmbushur. Unë si prezantues dua të sjell një paralele këtu për ne sot. Kjo periudhë gjatë e pritjes, ndjesia e vonesës, po. Mua më ngjan si të investosh gjithë jetën në një startup inovativ, por shumë të paqëndrueshëm. Të gjitha statistikat bërtasin që duhet të tërheqësh fondet. Kjo ishte ajo llogaritja me Hagarin që folëm. Më pëlqen kjo analogji. Realisht tepër të moshuar. Tregon se çdo gjë ka vdekur, dhe më në fund pas gjithë këtyre viteve, ky investim sjell atë ndryshimin monumental. Lind Isaku. Dhe lexojmë fjalinë e famshme të Sarës, Perëndia më ka bërë qesh. Ajo e qeshur. Si studiuese mendoj se ajo është tingi më i bukur i teologjisë në këto tekste. Është ai reagim psikologjik i pashmangshëm kur një njeri dëshmon një ekuacion absolutisht të pamundur që zgjidhet para syve. Si një pako që e ke pritur aq gjatë sa që kur vjen gëzohesh si fëmijë. Eksakt. Lindja e Isakut na vërteton një dinamik të qartë. Ne njerëzit funksionojmë përmes orëve dhe kalendareve tana strikt, ndërsa Perëndia funksionon përmes stinëve dhe qëllimeve të plota. Lindja vjen vetëm atëherë kur asnjë merit njerëzore, as biologjia. Po, as biologjia dhe as kodet e Hammurabit nuk mund të merrnin më meritën. Ishte vetëm rregulli. Dhe këtu arrim në momentin ku secili prej nesh si lexues i kësaj historie merr frymthell. Domethënë, startupi shpërtheu, themeluesi u tregua i besueshëm,
çdo gjë duket perfekte. Por aty vjen goditja. Menjëherë pas këtij triumfi përballemi me pjesën më shqetësuese të burimeve tona, Zanafilla 22. Aty kemi atë që quhet sprova e madhe. Urdhri është vërtet i ftohtë. Merr birin tënd dhe ofroje si flijim. E tmerrshme ta lexosh edhe sot. Flasim hapur. Si ka mundësi që nuk refuzohet me njëherë një kërkesë e tillë? Do me thënë, të presish një shekull për një fëmijë dhe pastaj të thuhet shkatroje atë. Si mund të dilet nga ky paradoks kaq mizor? Përsëri, këtu duhet të heqim plotësisht lenten tonë moderne me të cilën e shohim në botën sot. Nëse duam të kuptojmë pse ai nuk e refuzoi menjëherë, duhet shohim kulturën rrethuese. Ashtu është, në Kananin e lashtë, sakrifikimi i fëmijëve fatkeqësisht, veçanërisht i të parlindurit, për perëndi lokale si Moloku, nuk ishte diçka e padëgjuar. Ishte një standard makabër i asaj kohe për treguar devotshmëri. Prit pak. Pra, për atë kohë, kjo kërkesë mund të mos e ketë shokuar aq shumë sa na shokon ne sot. Pikërisht, ai ndoshta ka menduar me vete, kështu funksionojnë të gjitha hyjnitë rreth meje dhe ky Zot po më kërkon të njëjtën gjë. Kjo jep krejtësisht një tjetër dimension ngjarjes. Kjo do të thotë që revolucioni vërtet historik nuk është kërkesa vet. Çfarë është sipas teje? Revolucioni ndodh atje në majt malit kur engjëlli e ndalon atë të bëj flimin. Për herë të parë në historinë e asaj pjese të botës, një hyjni thot ndalo. Unë nuk jam si zotat e tjerë që ushqehen me fëmijët tuaj. E tha shumë sakt, ajo ndërhyrje ndryshon rrjedhën e historisë. Por ka edhe një shtresë tjetër këtu, një shtresë psikologjike shumë të thellë. Ajo që po testoi vërtet ishte se ku e kishte ankoruar Abrahami zemrën e tij pas kaq shumë vitesh. Te premtimi apo te ai që e dha? Pikërisht aty. Gjatë viteve, rreziku më i madh ishte që Abrahami të dashuronte më shumë dhuratën, pra Isakun, se sa vetë dhuruesin. Kjo është një tendencë kaq universale. A e kupton? Shumë e vërtet. Edhe ne kërkojmë suksesin, familjen e kështu me radhë. Dhe kur i marrim, i kthejmë në idhuri. Kështu që Perëndia po zbulonte pikërisht këtë. Ai kishte zëvendësuar dhurata krijuesin? Është një test motivesh në formën më ekstreme të mundshme. Megjithatë, ne kemi një dritare se çfarë po mendonte vetë Abrahami gjatë atyre ditëve drejt malit. Te letra drejtuar hebrejve na zbulon një logjik të ftohtë po ta mendosh. Ai llogariti se Perëndia ishte i fuqishëm ta ringjallte edhe nga të vdekurit. Dhe kjo llogaritje nuk vjen nga askundi. Ai e kishte parë jetën të buronte nga trupat biologjikisht të vdekur të tij dhe Sarës. Ai thjesht nxori një konkluzion të bazuar në prova. I njëjti Zot mund të krijojë jetë përsëri. Ai nuk ishte fatalist. Jo, ai u mbështet plotësisht te natyra tashmë e vërtetuar e atij që i bëri premtimin, dhe përgjigjja hynore ndaj këtij dorëzimi vjen menjëherë. Zëri thot, tani e di që ti ke frikë Perëndin. Dhe menjëherë shfaqet e i dashi i ngecur në shkurre për t'u flijuar në vend të djalit. Abrahami pastaj emërton atë vend me atë emrin e famshëm, Jehova i re, që përkthehet Zoti do të siguroj. Kjo kthen gjithë narrativën tonë përmbys. Zoti do të siguroj, do të thotë që siguria finale nuk është në ato planet tona rezervë. As te Hagari, as te manipulimet. Sakt. Dhe ky zbulim e bën atë të hyjë në histori me një status që asnjë tjetër nuk e ka. Te letra e Gallatasve theksohet që besimi i tij është trashëgimia e vërtet e të gjithëve ne, por dhe këtu dua të shkojmë drejt fundit kësaj analize. Mua më godet më së shumti për caktimin nga letra e Jakobit. Jakobi 2, vargu 23. Ai tekst e merr gjithë jetën e tij, gjithë atë që folëm, dhe e përmbledh në një titull të vetëm. Mik i Perëndis. Ashtu u quajt, jo general, jo thellësisht moral, por u quajt mik. Koncepti është ndoshta thelbi i gjithë këtij udhtimi, një marrëdhënie që i mbijeton dekadave të tëra me frikra, me gabime, me sprova dhe në fund transformohet në miqësi. Më lejoni të drejtojmë pak dëgjuesve tani sepse kjo ka një aplikim kaq domethënës për secilin prej nesh. Ne priremi ta mendojmë besimin si një seri rregullash që duhen ndjekur pa bërë asnjë gabim. Si një kontratë. Po, si një kontratë që po u lukundëm pak ose po patëm frikë siç pati ai në Egjipt, mendojmë se e kemi thyer dhe kemi humbur gjithçka, por ky titull, mik, e përmbys krejtësisht këtë. Ti je mik nuk kërkon perfeksion, a e kupton? Kërkon transparencë. Dhe një besnikëri që do me thënë rritet duke i njohur tjetrin gjatë udhëtimit. Nga braktisja e një zone reatie, te realiteti kulturor, e deri te sprova e madhe.
Ne të gjithë kërkojmë atë GPS-in e famshëm për jetën tonë, por kjo histori na tregon se ndoshta thelbi i besimit nuk është të kesh hartën e saktës së ardhmes. Absolutisht jo. E ardhmja do mbetet gjithmonë e panjohur. Dhe dëgjoni këtë, para se të mbyllim. Nëse me gjithë gënjeshtrat dhe hezitimet, dikush konsiderohet mik, mase besimi kërkon thjesht një lidhje aq të ngushtë saqë edhe kur dështojmë masivisht, nuk rresim se ecuri për krati. A mund ta ndryshoj kjo ideja e qenit mik mënyrën se si e shohim ne jetën tonë përdit? Mendojeni pak këtë. Ndryshon gjithçka, vërtet? Ky ishte thelbi e saj që donim të sillnim. Premtimet mbajnë gjithmonë aq pesh sa peshon vetë karakteri i atij që i jep. Ne do të dëgjojmë në analizat tona të radhës, vazhdoni të bëni pyetje të vështira dhe të kërkoni thellë në këto burime. Gjithë të mirat.